Alina, të përshëndes sërish. Në fakt, një tjetër kryetar i bashkisë së Majt Socialiste, Edison Memolla, kryetari i Rogozhinës, do të shkojë në burg. Ka qenë vendimi i gjykatës posaçme të apelit i kryesuesit Florian Kalaja, i cili la në fuqi vendimin në shkallës parë me dënimin me 1 vit burg dhe 5 vite për të mos marrë pjesë në funksione publike ndaj Edison Memollës, i cili akuzohet për korrupsion në zgjedhje. Po ashtu të dënuar janë edhe bashkëpunëtorët e Edison Memollës, që kryesisht bëhet fjalë për Blerim Xhamani dhe Isuf Toskun, që u dënuan nga shkalla parë me 1 vit e 8 muaj burg, ku për Toskun dënimi u pëzëllua duke u vendosur në shqipërim prove dhe pjesë e dosjes ishte edhe ndryqim Tafxhafa, që u dënua me 1 vit burg dhe gjithashtu për veprën penale të korrupsionit në zgjedhje, pra korrupsion aktiv në zgjedhje. Me 24 janar të vitit 2025, gjykata e posaçme gjeti fajtor dhe dënoi me 1 vit burg Edison Memollën pas disa hetimeve dhe pas një audioregjistrimi të siguruar nga një emision investigativ, ku dëgjoi pikërisht audiopërgjigjimin teksa fliste Edison Memolla dhe ku ishte ende në detyrë, ndonse në fakt kishte të bënte pikërisht me mosprerjen e dritave për një familje në zonën e Rogozhinës, duke treguar që mos i priten dritat, duke qenë se janë edhe në fushat elektorale. Prokuria e posaçme tha se gjithë kjo bëj pikërisht qëllimi ishte që qytetarit të votonte në favor të kryetarit në kandidatit për kryetar bashkie Edison Memolla në zgjedhjet lokale, pikërisht në zgjedhjet e pjesshme të datës 6 mars 2022. Tashmë pas një procesi gjyqësor të zgjatur, duke që apeli e ka lënë në fuqi pa konvertim fare, pra pas një masë, pra panelin 59 që është konvertimi i dënimit në shërbim prove apo në punë publike, por drejt për së drejti dënimin me 1 vit burg. Tashmë do të nxirret urdhri i ekzekutimit nga gjykata e posaçme dhe së bashku me urdhrin e dorë punonësit të policisë do të shkojë në banesën e Edison Memollës dhe në ambientet ku ai frekuenton për të komunikuar vendimin e shkallës së dytë të gjykatës posaçme, pra vendimin e apelit dhe dërgimin e tij në qelit e burgut për të vuajtur pikërisht dënimin me 1 vit burg. Dhe në të tilla kushte, Rogozhina mbetet pa kryetar bashkie.